drona nga ana strategjike nuk sjellin ndonjë ndryshim në luftë apo në potencialin ushtarak të Rusisë. Është qisharaket të besohet se ata mund të ndryshojnë fatin e luftës. Po nga ana tjetër ata studiojnë se si dhe ku ndodhen forcat kundërajrore, si veprojnë, çfarë strategji. Shuna tha dhe zoti Krisafi në studio që problemi është që nga ana psikologjike se kështu fillon kjo punë. Pra kur bombardon të tjerët, në këtë rast territorin e Ukrainës, okej, të duken to dëmet. Kur fillon pas e të thyen xhamat ke shtëpia, nga ana psikologjike, thua Kovadis Domini. Çfarë po ndodh? Sepse dhe Gjermanët kur bombardonin Londrën, kur tani fillon dhe hyn dronët në territor, se ata po të ketë kundër një mbrojtje tamam që nuk futen afër, nuk vinë afër Moskës. Sa është distanca nga Ukraina në Moskë? Është mbi 1500 kilometra, po. Po do më thënë, ka udhëtuar i droni gjyk me atë motorin rak-zhdrak, është e pamundur të ndrohen dronat. Edhe Izraeli që ka atë kupolën e famshme, nuk bëjtë, do me thënë... Po mirë. Do me thënë që pamundur që të... Po Irani nisi 1200. Po jo, do të them që pra edhe kundër goditja Ukrajinës një efekt psikologjik do ta ketë, nuk më them ta pranosh ti, po. Efekti ishte ndër vogël, nëse do ishin masivisht, atë se dime semi aty. Nëse do ishin masivisht, mund të ndryshon të diçka. 300 dronë, nuk kam pak. Nëse do bini 300, dhe të themi, mund të ndryshon diçka në psikologjinë rusë. Po, efekti kam përshtypjen është ende shumë i vogël. Rusët mund të bëjnë edhe më të motivuar që të shkojnë në Kiev, të shkojnë kur duan. Kemi gjë parasysh që të gjitha përveç dronëve, të gjitha llojet e raketat tjera, nuk janë dhënë me qëllimin për këto sulme të intensifikuara, do me thënë, kanë edhe një qëllim tjetër, që të prishin, do me thënë, rrjedhjen e bisedimeve për paqe. Ukraina nuk mund të dalë hapur kundër bisedimeve për paqe, në këtë mënyrë ajo provokon Rusin për në një goditje më të tmerrshme, ku mund të ketë dhe më tepër viktima e tjerë, dhe kjo mund të sjellë, do me thënë, ndalimin e bisedimeve. Po neve si jemi në bisedimet për paqe, pra aktualisht nuk ka bisedime për paqe, ajo dhe bisedimi që mund të mbahet edhe me datë 2 qershor është thjesht një bisedim teknik për të paraqitur ato, pra palët të paraqitur pozicionet e tyre. Ky nuk është një bisedim për paqe, pra nuk kemi hyrë fare në bisedat për paqe realisht.